Prej disa kohësh në rrjetet sociale janë shpërndar komente dhe interpretime rreth qëndrimeve politike të bashkëshortes së kryeministrit Edi Rama, Linda Ramës. Thuhet se në rrethin e saj të ngushtë, ajo ka shprehur se nuk e pëlqen as pak Donald Trumpin si president, një opinion që ka ngjallur diskutime, duke qenë se presidenti i SBA-ve është gjithmonë temë me peshë në politikën botërore. Këto zëra janë përforcuar nga analiza të ndryshme që lidhin stilin e saj të komunikimit me prirje më liberale. Sipas disa komenteve në rrjet, Linda Rama nuk është dakord me mënyrën e qeverisjes së Trumpit dhe sidomos me retorikën e tij të ashpër, të cilën shumë njerëz e konsiderojnë përçarse. Pëlqimet dhe shpërndarjet e saj të mëparshme në rrjetet sociale janë marrë si shenja të vogla që tregojnë se ajo ka një qasje më kritike ndaj ish-presidentit amerikan. Edhe pse kjo është plotësisht e drejtë e çdo individi, për shkak të pozitës së saj, çdo opinion merr peshë publike. Në disa portale është përfolur se kjo distancë ndaj Trumpit lidhet edhe me preferencat evolucionare të politikës së jashtme të Shqipërisë, e cila shpesh përputet me kampet më të qendrës apo më progresive në SBA. Kjo ka sjell interpretime të shumta, ku disa analistë pretendojnë se Linda Rama ka ndikim të caktuar në qëndrimet kulturore dhe politike të bashkëshortit të saj, të paktën në aspektin e diskursit publik. Megjithatë, deri më sot nuk ka pasur një deklaratë direkte nga Linda Rama rreth Donald Trumpit, çka e lë këtë çështje plotësisht në nivel thashëthemesh dhe interpretimesh të publikut. Si shumë figura të profilit të lartë, edhe ajo ka ruajtur gjithmonë një elegancë të madhe në raport me çështjet ndërkombëtare, duke mos u përfshirë drejt për drejt në polemika të ashpra politike. Pavarësisht kësaj, fakti që diskutimi është rikthyer në vëmendje tregon edhe një herë se çdo lëvizje, preferencë apo aludim që lidhet me familjen e kryeministrit ngjall interes të madh publik. Derisa të ketë një qëndrim të qartë, gjithçka mbetet thjesht pjesë e botës së spekulimeve që bëjnë xhiron e rrjetit, duke mbajtur emrin e saj në qendër të vëmendjes.